Kur I thash sot juve të Vile se kush do të vinte, të gjithë u gëzuan shumë. U gëzuan sepse përveç se e njohin, përveç se janë rritur edhe me të edhe me programet e tij, më shumë kishin një lloj nostalgjie, pasi prodhimet dhe më saktë krimet e tij kanë lënë një shenjë në fëmijërinë edhe në rininë e shumë të rinjve, jo vetëm të rinjve të Vilës, sepse ato janë përfaqësuesi një rinie më të madhe, po edhe shumë të rinjve tjerë. Po flastu për Prallë me mbret, po flastu për Mos u nxe, po flas këtu pastaj për një nga programet komike më të famshme në Shqipëri, që ka pasur, dhe unë kam qenë fanse shumë e madhe atij programi, që quhet Apartamenti 2XL, dhe një konkurrent shumë I fortë I një programi tjetër, dhe konkurrenti I vetëm I fortë edhe I suksesshëm, që nuk e di her pas here aja ka te I kaluar, çrëndsi ka kjo, rëndsi ka që ka mbetur edhe ka lënë pas miliona klikime në YouTube, nëse do flasim me gjuhën e sotme. Turi, jam shumë e lumtur që të kam këtu. Edhe unë jam I lumtur që jam. Jo thjesht këtu, se kjo është një gjë normale, një bisedë sikur ta kishim bërë bashkë mbrapa kuintave, po për gjithë gjën, energjinë këtu, dhe ti e di që unë doja të vija tashia, dhe në fakt në një kohë kur praktikisht të prodhosh është tabu, nuk prodhohet më, nuk krijohet më, andale unë kam qenë skeptik për e di se më ke shkruar një mesazh të gjatë. Kam pasur frikë, domethënë më saktë, kam pasur frikë se mos të ishte thjesht një kaos I pa organizuar, duke qenë se janë mbi sa janë 15 I rash në kokë, 15 të rinj të cilët kanë ardhur pas një background televiziv dhe ti organizosh është punë shumë e madhe dhe ti nuk je më 30 vjeç dhe mendoja që mund të kishte shumë vështirësi, por në fakt është një gjë që tashmë është saturuar dhe jam shumë I lumtur për ty dhe jam I lumtur edhe për çunat dhe gocat, e tmeshme që duhet të them që janë këta të rinjtë e sot, po se vajëm 40 vjeçne, po është një gjë shumë e bukur, është një energji që uroj të vazhdoj gjatë edhe në terma produksioni, uroj se ti ke qef të pjesën, uroj ti kesh lekët non stop që të bësh andalen që do dhe ta vazhdosh gjatë. Pjesën e lekëve për të bërë gjëra, në fakt. Për të bërë gjëra, gjithmonë për të bërë gjëra. Kështu që është kënaqësi shumë e madhe dhe ka qenë shumë vibe I mirë, ti jemi sinqert. Turi, ndërkohë, faleminderit që më bëre gjithë ato hyrje mua, po unë doja të rria pak te hyrja ime për ty. Nuk e di se çfarë ndjen, a ke ndonjë ndjesi kur dëgjon se ndoshta unë kisha edhe para disa kohësh, kisha një çun këtu, ai ishte në fakt ishte një djalë autik, I cili fliste vetëm për ty, ishte fiksuar. Po, fliste vetëm për ty, kishte qenë në një nga programet e tua. Nesa, ishte çështje tjetër, po ai dhe kishte një lloj lidhje emocionale, sepse gjithsesi edhe ai kishte krijuar një lidhje dhe unë I thoja për shembull shifa andalin, ai thoshte Turi. Turi, pas është histori. Po, e kam fjalën që çdo lloj fëmie është shumë e bukur kur takon, sidomos kur je shkëputur, se unë bë 2 vjet që s'prodhoj asgjë dhe u bë edhe 3-4 vjet që s'dal vet fare në ekran, që është zgjedhja ime, sepse më pëlqen ideja që Celentano ka thënë zotësi është mos dukesh, jo të dukesh tani në kohën që jetojmë. Pastaj kur e shen në nivel profesional, për kur merr kompliment në nivel profesional, atëherë bëhet akoma më e bukur dhe të kesh një produkt I cili ka rezistuar kohës, praktikisht tashmë është e pamundur, shumë e vështirë. Dhe kur shoh që vërtet janë serioz ta njerëzit që më thonë, po ne jemi rritur, ne e duam, atëherë thjesht më bëhet shumë qefi, nuk e kam menduar atëherë, thjesht mendoja të prodhoja, thjesht doja të ekzistoja në tregun televiziv, thjesht doja të kafshoja, thjesht doja të bëhesha shumë I fortë dhe nuk e dija që do zgjaste në kohë dhe jam I lumtur për këtë, domethënë që çunat e gocat tu për shembull I din dhe I duan ato projekte. Shikoj, që më pëlqen shumë tek ty është fakti që ti ke krijuar. Televizionet në fakt në Shqipëri ka qenë goxha të mira, edhe nga ndër më të mira në Ballkan absolutisht. Ne kemi qef ta themi këtë, si e thash dhe Valdrin, të themi ndër më të mira në Ballkan, por është e vërtet, kjo është fakt. Besoj që vetëm Greqia, domethënë pjesën tjetër, Greqi, Itali, në ato nivele jemi për sa I përket madhështisë të suksesit. Po, një pjesë e madhe kanë qenë formulat gatshme, një pjesë e madhe programeve, çfarë kemi parë, ka qenë grupi Italisë. Pra të gjithë çka kemi parë nga Italia. Po, se unë hyra te grupi anglosaksonëve. Ti anglosaksonët po. Hyra te anglosaksonët, po kanë qenë të dy grupe dhe në mes tyre ishin disa që krijonin gjëra dhe të krijosh është të vështirë. Të krijosh është natyrisht është dhunti, është talent. Të krijosh është e vështirë sepse ka rreziqe para, duhet të jesh të guxosh. Po, ka qenë koha ku lejoj atëherë të guxoje. Po unë mendoj më shumë se sa të krijosh është të jesh inteligjent mjaftueshëm që të marrësh. Tarantino thotë që ti bëje filmin tënd edhe pse e ke parë diku. Domethënë po të marrësh
copza dhe ti ripaketosh, ti veshësh dhe ti japësh një formë tjetër, automatikisht quhet krijim. Edhe sot krijuesit janë ajdutët më të talentuar, domethënë. Kështu që të bësh një quiz nuk ishte gjetje, ama të bëje një quiz për fëmijë prap nuk ishte gjetje, ama të bëje një quiz për fëmijë ku të zgjidhe mbretin e shqiptarëve në Shqipërinë e Madhe, kjo ishte prall me mbret. Ishte gjetje. Mos u nxeja, programe me lojra ka pasur pafund, nuk është se s'ka pasur programe me lojra. Dhe të bëj Grande Gioco de Loca kanë pasur italianët, ama të kthehej një variant shqiptar në një lojë, të prodhoje një gjë autentike. Pra, po të konsumosh televizion shumë dhe të vësh trurin në përdorim, mund të prodhosh, besoj, gjëra identitare. Kështu që unë nuk e shoh si një kështu që bravo më qoftë mua, po it's okay, për kohën, domethënë, atëherë dhe të lejoj, sepse atëherë nuk ishte globalizimi aq i fuqishëm edhe në media, domethënë, se nuk kam prodhuar vetëm unë, kam prodhuar edhe të tjerë, për shembull mbajmë atë kombinat show Keldemi, Taksia e rezervuar me Rudina Magjistarin, Krasta ka bërë Kodi Binjak, bënte një histori, domethënë kam prodhuar programe autentik në një farë mënyre, sigurisht diku të frymëzuar, por ti duke i dhënë atë originalitetin e Shqipërisë, mendoj unë. Kështu që mendoj që kam bërë detyrën, nuk realisht kështu e besoj, domethënë kam bërë detyrën atë kohë dhe pastaj koha tregon nëse kam qenë i zoti apo jo. Dakor, ka shumë krijime, po ti ke luajtur që me fantazinë. Ditën që nuk do kem fantazi, unë do vdes. Formën si do vdes e di fantazia. Ndonjëherë qeshin me mua sepse unë dhe rrugën që ecim si shofer e imagjinoj. Dhe kjo është e rrezikshme. Domethënë kjo është, domethënë pregjo ime, ajo që i di vetes dhe që këtë nuk e vë në diskutim, fantazia. A është e vlefshme? A kjo fantazi përkthehet në një produkt real? Këtë pasaj kjo është një bisedë tjetër. Të vjen ty fantazia. Domethënë, kam vënë në Shqipëri një fenomen që më ka ardhur pa keq. Neve vjen një pikë, të gjithë fëmijët lindin me fantazi. Ka fantazi fantastike, talente ata absolute. Pastaj një moment që fillojnë të formatohen, edhe nuk është një moment shumë i vonë, është diku nga mosha 10-12 vjeç kur i thuhet jo këtë, jo atë, dallaç i thua këto, shta ty se mos këtë, ose dhe pastaj fillojnë orientohen, mos u merr fare me arti, formatohen dhe pastaj orientohen drejt ekonomisë, drejt, domethënë, matematikës, drejt shifrave. Dhe më ka ardhur shumë keq sepse her pas here, si unë e ti e di shumë mirë në televizione apo në vende ku duhen krijues, mezi gjen krijues. Dhe është e vështirë. Ndërkohë që imagjinata është çdo gjë. Më të mirët e shkencës kanë pasur imagjinat, më të mirët e ekonomisë kanë pasur. Vetë imagjinatës. Po, është imagjinat. Ndërkohë, unë mendoj që ose prindërit të lënë tërësisht të lirë në imagjinat, ose janë prindër që të frymëzojnë në imagjinat. Nuk e di se si te prindërit. Unë nuk kam ndier trysni për isë të vërtetës. Babi ka dashur gjithmonë që unë të merrem me politikë, unë kam konsumuar shumë informacion, shumë lajme, domethënë lajmet e BBC, CNN-it, Kanalet 5, ZDF-s, që në moshë të vogël, sepse ky ishte projekti, pastaj doli rrugës u bë ky i vogël me politikë. Elio. Domethënë, por paralel me këtë, unë nuk kam dashur kurrë të merrem me media, po kurrë. Vërtet? Po. Domethënë, qefi im ka qenë të atë menaxhoj njerëz. As gazetari, as journalisti fare. Kam dashur në kokën time, kam dashur të më thënë të kem struktura. Tani e shpjegoj kështu, po gjithmonë të drejtoj. Domethënë kjo ka qenë ndrejme në kokën time pushteti. Domethënë që i vogël e kam artikuluar në forma të ndryshme. Televizioni erdhi rastësisht, e pash një gjë e kisha këtë, në fakt ma ka thënë Lul Balla, babi Kolit, Sokol Ballës, kur un kam dalë te këngët e Stinës, në mbaj mend edhe me produktin 78-ën, ishim i këngën e Loja 1. Na veshin Nada atë Nikola me shumë me tantellën neve. Nada. Po i pasur një spes tantelle. Po i kishim sa veshje kështu, na veshin Nada ka qenë, domethënë, diçka ku i thuaj jo Nadës një, ne dhe na nxirrte lakuriç Nada do rinim kështu, po do thoshim se Nada ishte yll është akoma dhe kam shumë gjallë. Edhe mbaron ajo gjëja dhe Luli për Ahmed tani, më thot mua, hajde pak tu, me Fred Kaçinarin, thot mua, ti thot mua, punon televizion, ke dal diku? Jo, i thashun, të era parë. Thot më dëgjoj, tha mua, pse ndiqja atë dritën e kuqe? I thashun, po mendoj që ajo drita kalon mekanikisht nga njeri ashtu. Tha më dëgjoj, tha mua, mos ju nda ekranit. Dhe historia donte që personi i parë që mua më ka bërë audicion në Vision Plus për moderator ka qenë Lul Balla. Po, dhe kemi pas një marrëdhënie të shkëlqyer në fakt, edhe Xhaxhi Luli i thosha unë, edhe kisha shumë gjallë. Dhe ai ka qenë njeriu që ma ka thënë i pari këtë gjë.
Pastaj këto të tjerët, pastaj Vera, pastaj nuk e di se Vera mund t'ia thoshe shumë vetave këtë, po se di si ishte Vera, po aty thash okay, po e bëj për ca kohë dhe pastaj ti iki, pastaj jeta solli, babi u mbi jetën, unë detyrova të rria se ishte një punë e mirë, edhe kështu ngela në televizion, por nuk ka menduar kur që fantazia ime do kthehej televizive, nuk. Ndoshta ti po kërkoje publikun ato dritat. Mos e publiku ka lidhje me leadershipi? Nuk e di tani, po të hym, po ta analizoj, se ky është si divan analize, po ta zbërthej pasaj se ku doja të shkoja, po të them në atë kontekst, në atë moment jetësime unë nuk e kisha menduar në asnjë moment. Unë për 28 I kam hyrë sepse më pëlqente ideja me Albanin dhe me Fabin, ata dy ishin talentuar dy çunat, unë shkruaja tekstet, më pëlqente ideja thjesht për të qenë I suksesshëm, për të qenë I njohur Petronin, se unë vija nga Berati, më thënë pak kompleksit ndoshta edhe I provincës, etj, vetëm për këtë hyra. Për kap goca ndoshta. Po sigurisht për kap goca, po as diskutohet, po domethënë kjo I kështu e nisa unë. Edhe nuk e se as nuk e kam menduar kur vetëm talentuar në këtë punë e muzikës, që të jemi sinqert. Te tekstet po, mendoj që shkruaj mirë, shkruaja se nuk shkruaj më, po kaq. Domethënë pastaj erdhi natyrshëm, vizioni ishte një periudhë mua domethënë familja Dulaku që bën Televizion Plusin më kanë trajtuar në mënyrë të shkëlqyer dhe nuk kishte si të ikja unë. Si të më ikte mua dëshira për televizion. Dua të ndaloj vetëm se më ka bërë gjithmonë kurioze kur ke qenë ti dhe kur ke fillove të shkëlqesh në Vision Plus, ka qenë një televizion tjetër ku të tërë të rinjt donin të shkëlqenin aty dhe ishte Top Channel. Top Channel, po. Që ishte një tërheqje shumë e madhe. Unë isha në Top Channel. Dhe ne të topit na bënin shumë përshtypje njerëz që nuk vinin në top ose nuk ishin në top, ose nuk po. As më ka atëherë, kjo është tani unë një prej pengjeve profesionale që kam është që nuk kam njohur Tan Hoxhën. Në aspektin thas si strukturë, sepse unë jam I orientuar nga menaxhmenti. Kjo është pengu profesional nga këto çka ka tregu televiziv. Domethënë, unë nuk kam shkuar akoma në Top Channel, domethënë për ta bërë ciklin e plot, për ta mbyllur me televizionin dhe po domethënë nga ana administrative, në mënyra nga energjia, thosha asi kur ti kisha lek tek ti. Kështu e thosha unë në atë moshë, kupton? Sepse vizioni frikshëm ai, domethënë adrenalina që prodhonte. Por, thën kjo, po këtë e kam thënë më vonë. Në atë moshë unë kisha një lloj jo një lloj krenarie, një lloj të fryrje kot, sepse Top Channel ishte më I fortë, nuk është se mohoj kjo. Dhe jam ndjer ai shumë krenar që kur kam qenë në Top Fest, kalova te lokali, te kafja, te piramida që ishin bëhesh në ato dhe e pash Tanin e Topit, domethënë I pash aty, I përshëndeta dhe thash, unë nuk vi ku, ja thash unë me vete, nuk është se më lut njeri, unë nuk vi këtu. Nuk është se më lut njeri që t'jemi sinqert. Po kjo vjen për dy arsye. Mbase unë mund të shkoja në Top Channel se unë isha I Zoti, ndjej që isha I Zoti, po të kërkoja. Por vjen për dy arsye. Para njëra I përqetet prodhonte figurat e veta dhe t'i ndërtonte, ishte strategjia e tyre, dhe e dyta që është e rëndësishme ishte fakti që unë ndjesha tmerrsisht mirë, sepse familja Dulaku ishte realisht në të paktën me mua, ka qenë domethënë të humbasësh prindin atë moshë, Genci, drejtuesi atëherë. Sa vjeç ishe? 20. Të humbasësh babain, shtyllën e familjes, është moment shumë delikat. Për më tepër një njerëz që edhe ekletik, bënte edhe showbiz, mundet të rëshkisje. Ai më ka thirrur, Genci nuk është një tip oratori, dhe më ka thënë troç, ti vetëm qëndro me këngë në tokë, probleme financiare nuk do kesh kur. Dhe për isë të vërtetës, unë nuk pata kur probleme financiare. Dhe kjo gjeja mua jo vetëm që më lidhi, dhe kur vinin sukseset dhe unë kisha vinin propozime, se nuk më vonë vinin propozime nga televizionet e tjera, unë nuk kishte asnjë tundim financiar, vetëm po të vinte Mediaseti, jo se isha arrogant, jo se, po nuk e konceptoja do të ikja nga ajo gjë, se nuk isha, si me thënë, bambino prodigio, isha I vogli që u rit aty, unë isha gjithmonë me I vogli, unë isha me I vogli që u bë producent, me I vogli që u bë drejtor, me I vogli autor. Këto do të ndalesh pak, sepse unë të mbaj mend ty një kohë shumë të gjatë, jo vetëm në ekran, por në leadership. Po. Në leadership ti ke hyrë 20 vjeç dhe shumë kanë hyrë 20 vjeç aty, padyshim se unë nuk kam kujtime shumë, se s'kam qenë tek Vizioni, por kam shumë miq të cilët realisht kanë pas kujtime më të bukura nga Vision Plusi. E kanë dashuruar dhe nuk iknin, edhe nëse duhet të iknin, nuk iknin nga Vizioni. Domethënë, ka qenë një kohë shumë e bukur për ta dhe Vizioni ka qenë televizor që shkoi dhe I dyti në një far periudhë. Po, ka qenë shumë mirë dhe ka pas një ajër tjetër, që nga grafika, që nga bravo, fikse vërtet. Dhe kishte një ajër dhe ishte shumë I lezetshëm, shumë interesant. Por ty të
lakoi emri si drejtues, edhe ishte një moshë shumë e vogël. Dhe thash, çfarë kishe ti, që ndoshta kjo mund të vlejë edhe për njerëz të rinj që e shohin. Domethënë, si do besonte ai ty që ti mbas 5 vitesh mos shqetësohesh për financa, ndërkohë ti ishe 20 vjeç dhe mund të rrshkisje mbas 2 muajsh. Pra çfarë kishe ti? Është ndarë me etapa. Unë për sa i përket pjesës së producentit, pra të prodhimit të programeve të mia, e kam marrë me dhunë. Çfarë do të thotë me dhunë? Me dhunë bëj gjeste ekstreme, ne ke parasysh djali ose vajza në shtëpi që bën kështu vetë që edhe ti thua aman jep janë këtij që bie rahat. Kjo ka qenë, pra e luaja unë fëmijën. Jo do ta bëj unë këtë, bëja kështu, domethënë bëja drama për të arritur atë. Sigurisht që këtu në loj fakti që unë nuk isha budalla, dia çfarë po bëja, dhe normalisht kam bërë gjëra deri diku të suksesshme që më jepej check për gjën tjetër. Kjo është pjesa e producentit, për flasim atëre. Pra këmbgulja është e rëndësishme. Jo këmbgulja, po unë isha gati stalker, domethënë që Gencit më ishte qafe mua, do të vetëm thoshte po, nuk kishte formë tjetër. Unë kisha guxim dhe mbi gjitha unë bëja një gjë. Se tani unë po për mua po flas. Unë mbaroja shkollën dhe mua më zinte dhe makina, autobusi. Autobusi. Më zinte autobusi, unë janë këmbë nga shkenca sociale deri në Don Bosco. Se më zinte. Mua më zinte kur jap vetë, jo më kur. Tme, ky është hall tjetër po. Dhe unë ikja dhe unë pa u mbledhur kabulli i fundit, nuk ikja. Kuptoj. Targeti im ishte që unë diku te 32 vjeç isha drejtori i përgjithshëm i Vision Plus. Targeti im gjithmonë me bekimin e familjes. Këtë mendim ke pasur që 20 vjeç. Nuk më shiko, fama ishte komplementare, të hapte dyert, të ndihmonte të That's it, kaq. Ndërkohë që realisht synimi ishte menaxhment. Dhe arrita deri drejtor ekzekutiv, por gjithsesi nuk më la Genci. Se bëj ka sa ishte familja. Domethënë unë arrita maksimumin në atë fushë. Pastaj përsa i përket formimit si drejtues i Mirfield, ka qenë në Tring kur u bëra në fillim drejtor artistik. Dimensioni im i vrullshëm duhet merrte formë administrative dhe për këtë jam mirënjohse Ridës, që është zonja Dulaku, që ishte drejtuese e Tringut atë periudhë, e cila e mori këtë energjin, këtë vulkanin që unë kisha, që e ndjeja që e kisha, dhe i dha edhe elementin administrativ. Këto pasaj shpresoj të jem bërë një kombo në gjykimin tim e mirë, nuk po them me suksesme, po të paktën e mirë. Dhe pasaj unë nuk kisha frikë, se unë isha në terrenin tim, unë vizionin e konsideroja pronën time, realisht e konsideroja pronën time, falda atyre që nuk na bënin, nuk ishim atë të rëstin, sepse klani dhe topi identifikoheshin me pronarin. Domethënë pronari, uni i pronarit ishte shumë i madh, edhe i Tanit dhe i Sandrit ishte shumë i madh. Te ne ishte i yni, prandaj dhe ata njerëzit e tjerë që ti thua, te ne kishte demokraci të brendshme. Pra nuk ishte vendim, në fund fare pronari merrte vendimet, por nuk ishte piramidale që vendoste ai dhe jo, diskutoj, realisht diskutoj. Domethënë neve unë kishte mbledhje kur më duket thosha mos e kam tepruar. Pra dëgjoheshim. Rrjedhimisht u ndihesha si në shtëpi dhe po të kisha pa guxim, i merre gjëra, dhe unë kisha shumë guxim. Ka shumë histori se mos jatemi, po shumë guxim. Po konkurrent je, i shije kanalet e tjera? Tani absolutisht. Tani kur unë shija Top Festin, Këngën Magjike apo Big Brotherin, aty më kapte trishtimi. Ç'a ndjeje, ç'a i thoj vetes? Trishtim. Domethënë pa hequr gjë për shumë Arbana ka qenë fantastike, Ledioni ka qenë shumë i zotin në atë gjën. Goni me Portokallin, me Xhemin, me Amin ka qenë shumë të fortë, Laçot që bënte Arditi diskutohet se Arditin edhe kam dhe si kështu, si producenti më i mirë në qarkullim. I shifja dhe më vinte shumë i natë që unë nuk se ndjeja që kisha kapacitetet për ta kafshuar atë sken, në kuptimin atë thjesht më vinte shumë i natë, të nesërmë pasaj business as usual, kthehesha në punë dhe domethënë e kisha, nuk e fshe, domethënë atë glemin e Top Channelit për shembull apo atë rajin e klanit e ndjeja që nuk aty haja vetëm e kërkoja shumë. Ti je vënë përballë një nga programeve më të shikuara ku përballë të cilës nuk futet si program tjetër Portokallis. Dhe je vënë përballë me sukses. Davidi dhe Goliat. Madje ndoshta edhe ato të Portokallis shinin apartamentin Dyksle, pavarësisht nuk je i merit që Portokallia ka qenë shumë e mirë. Por ishte shumë e guximshme, ishte guxim i madh të futesh, pra do kishe një besim te ajo formulë. Po absolutisht, jo ajo ka qenë e para njëron e kam bërë duket shumë kështu, po për kokër të qefit, në kuptimin që unë nuk kisha asnjë lidhje, as nuk më joshte fare ai treg, fare. Cili treg që ta? Tregu i humorit. Tregu i humorit. Portokalli ishte perandori.
Asnjë nuk futej përballë, asnjë. Portokallia është, do të thënë vetëm tani mund ta bënte portokallin në aspekt kostosh dhe çmendurie për të bërë xelik, se ideja ishte e xelikut, Canale 5. Dhe në fakt, do të thënë po t'ja propozohet Sandrit apo Dulakut, jam i sigurt që nuk do thoshin jo. Dhe ai e bëri dhe e bëri në mënyrë të shkëlqyer. Do të thënë nuk mendoj që ka shqiptar që nuk ulej dhe shifte portokallin. Tani, Portokallia, si çdo perandori, vjen një moment që fillojnë edhe përçahen, dalin rryma, filluan niknin njerëzit. Dhe unë thash, vizioni si ato grafikat e Top Channel kanë qenë bom, ky është lajmi tonë. Vizioni kishte atë kërmillin, ato lapsin e atij Lenzbuzit e tjerë. Edhe thash, okay, unë mendoj që treshe në atë moment kur është kriju apartamenti, treshe më organike se sa Juli, Genti dhe Ermali nuk ka. Po se sa kishin ikur ata? Jo, ata kishin ikur, Juli me Genti kishin ikur në klan, të Arditi, nuk bën programin e tyre, Ermali ishte shkëputur fare. Okay. Këta nuk flisin as me njëri tjetrin. Domethënë nuk flisin, nuk kishin relata. Këta dy me këtë. Dhe këta unë mendoja, gjithmonë e kisha menduar që këta po të kenë një producer në kokë, dhe unë i gjeta në, si me thënë, në moment të vështirë. Se po t'i gjeja në atë unin e vetë, se unë i njoha atë në koreanë, unin e vetë janë të vështirë të vështirë. Dhe unë shkoj edhe i them Ridës, do bëjmë një program, Shale Francë që e bëjnë në Itali, Shile Shtrase në Gjermani, ishte ashtu, do bëjmë një program tash që është 45 minuta, dhe unë do kap target, nuk më intereson mami im, nuk më intereson mami jot, nuk më intereson, do kap targetin 30 vjeç e poshtë. Tringu ka nevojë për këtë produksion, me stil do e fusim dhe në vizion. Jo, Rita tha, po ti do e bësh ta, si do që të vej. Ashtu, me Gencin, me zi e bindëm dhe Gencin, nese, dhe marrë dy çunat, Julin me Gentin, po, thanë ata, Ermali tha, okay, tha, neve të tre nuk të rezistojmë më, tha, ne nuk jemi lidhur më, i thash, nore, vetëm ta tentojmë, nuk na gjen gjë, 8 puntata, po dështuam, kosto e imja. Dhe unë i hyra me idenë që kosto dhe ishin, nuk do merja as rogë në fillim, kështu e mendova, kështu e shita, që të duke commitment të një, se mora rogë, kokër më kokër, po ideja e kështu e bëra. Thash, neve do godasim një lloj targeti që puntata e parë nuk punon të audio mire, se ishte i telefonia të puntatën e 5, kur mori ajo vajza e biletave dhe tha, janë shitur biletat ti të hëne, kur transmetoj, kur regjistroj? Xhiroj të premten. Të premten. Po, që fillim të. Okej. Kulisa ishte një shpikje pa parë, domethënë një shpikje, një gjetë, super gjetje. Lisa unë kisha të mos u nxeja, por mendimin tim është një ndër aktorët më të mira femra në Shqipëri, Lisa Kujovsa. Po. Dhe ishte ajo kaçja dhe unë ndjeja atë gjën. Domethënë tentuam me Stefan Çapalikun, super zotri. Ai shkruajti Pile Stefani, shkruajti puntatën e parë, se nuk ishte gjitha improvizime, jo. Shkruajti puntatën e parë dhe iku. Tha, mua nuk e bëj dot të gjën, po shumë zotni dhe nuk e kam falenderuar kur se takova më kur. Edhe çast tentuam me njerëz ndryshëm, ne ishim ne të 5 në fillim. Ata 4 dhe unë. Ishte një kështu, e ke parasysh? Dhe ajo gjëja aty ishte një kimi që nuk ka shanse në botë të përsëritet. Domethënë, pasaj programi u rrit shumë, unë nuk e doja më programin ta bënim. Unë doja ta mbyllja. Ku të linte me njëri pasaj, se vjen sponsorat. Po, shumë sponsora kishte. Domethënë, neve kishim sponsora, po ai se kishte Portokallia. Dhe kishim kostot 1/20 e Portokallis. Kjo ishte adrenalina ime, mua nuk ka një të vërtet, edhe shikues, edhe po s'ka lidhje, shikuesit nuk ka lidhje fare. Shikuesit ndashin dhe në shije, domethënë nëse po s'ka lidhje, tradicionali. Ti kishe si krenari që të thoje që unë shoh apartamentin Dyxle në atë moment. Unë që në fillim apartamenti Dyxle ishte ajo që të gjithë aktorët do donin ta bënin një herë në jetë, sepse është humori situatës. Është një gjë e cila është aty. Po nuk e bëjnë dot gjithë. Unë kam parë burra dhe gra super të nderuar kur janë në mask, kur janë personazh. Po, nuk e bëjnë dot. Kur erdhi Albano, pasaj që u bë katërshe, që Albano i dha një tjetër kështu një. Dhe Ermal Mamaçi, për hir të vërtetës, më ka thënë mua, i thash ti s'do më ikësh më këtë sezon, se donte të ikte Ermali, her pas here. Natyra e Ermalit, që ikën nga çdo gjë. Pa më ke Albanën, po jo me të në fakt kishte të drejtë. Pastaj u shtua Visiani, u bë grup shumë i lezetshëm, por kur
kur unë nuk e kam menduar që do zgjaste aq shumë. Unë thash, dua vetëm të bëj 2 vite. Unë e kisha gjithkohës me luftën e producentit, nuk e kisha te suksesit e fama ime apo e çunave. Pastaj kur mori për masa që aty ishte koha e Facebookut, vllai Elio hapi faqe apartamenti 2XT, ja vodhën, vajti me 1 milion. Flasim në ka qenë faqja më e madhe. E mbaj mend se dhe punonte vllai. Po. I thosha unë çka këtë budalliqe Facebook. E punonte dhe aty pashun pasaj që ju vazhdojnë akoma sot, është për shembull skena e varrimit. Atë e kesh titër se ato ishin dhënë për ato. Shiko, tani kjo është puna e kujtimeve fëmijërisë. Tani edhe un kam Oli e Benxhin. Po tani Nils Olgersonin, tani shiko, kur i rritur, kujtimet e fëmijës. Dhe të gjithë ata që thonë që ore bëhe pra. Unë mbas edhe mund ta bëj një herë. Domethënë, para nuk duhet bërë me të njëjtin grup, se kur erdhën Skorpionsat, domethënë që ishte 70 vjeç, nuk gjërat, emocionet duhet t'u ambash se publiku është shumë dinak, të shtrydh dhe do prap. Në momentin që ti mban distancë, po e prodhove prap 2x siç ka qenë, unë jam i sigurt që nuk do jetë ai emocion. Do jetë ajo nostalgjia. E the 2 vjet dhe pastaj po kujtoja se s'kisha çaj bëja më. Se kujtoj edhe veten time në këtë aspekt të prodhimeve, të kozgjatjes së prodhimeve, po e the 2 vjet. Ti vet sa mendon që mund të zgjas, domethënë, sa e ka pjekur një program dhe duhet ndalojnë. Një program televiziv në Shqipëri. Në terma, atëherë se ka tipologji programet e infotainment të argëtimit gëshetuar me informacion që janë këto show-t politike, gjys politike, gjys social, këto mund të mbajnë, po programet e argëtimit nuk duhet ta kalojnë në asnjë mënyrë, në asnjë rrethon maksimumi 5 vjet, sepse neve jemi një treg shumë i vogël, nuk kemi skenarist. Domethënë nuk kemi autor, domethënë po ta vësh re, un jam e vëre shumë. Ti e vëre shumë. Domethënë është gjë më e vështirë se gjesh njerëz të cilët idetë tua ti marrin, ti zbërthejnë dhe ti konvertojnë në atë. Prandaj je detyruar sot akoma ti e sheh që Arditi i bën 90% gjërave vet. Ti i bën 90%, unë i kam bërë Vera me Alketën. Është shumë e vështirë të gjesh, rrjedhimisht kjo do ti shtrydhesh, se ti si producent merresh edhe me lekët, ti merresh edhe me stafin, ti merresh edhe me mirëqenien e njerëzve, merresh edhe me kreditë e tyre, merresh edhe me kur vjen cikli, pra merresh me shumë gjëra. Domethënë nuk është se merresh vetëm thjesht që të rish e të krijosh. Shqipëria është treg i vogël dhe rrjedhimisht për mendimin tim, ndoshta jam pak i prerë unë te kjo, po unë nuk kam dashur asnjë program timi të bëhet më gjatë se 3 vjet. Unë kështu e shoh, pastaj mund të jem gabim, po mund ta rikthesh, po 3 vjet, sepse konvertohet në treg. Ne jemi 2.8 milion, treg që shef televizor, që konsumojnë, tani është dhe më pak ndoshta, po okay, po të fuzim dhe YouTube këto, nuk bën sens. Për programet me content kreativ. Pastaj me kështu me të përditshme mund të bësh. Mendimi im, Sa vjet në televizioni? Po ku e mbaj mend? Nuk është shumë. Total kam 20 vjet unë, që merr 20. 15 vjet, diçka 14 vjet, që është goxha. Shumë, është si as shenja demit, që të rish shumë. Jam dashur. Dashi është më. Po thash pra, po edhe aty brenda ndrove, bëre gjë. Po aty i bëra gjitha unë, domethënë vetëm me ndërtim sumora tek bizneset e familjes. Po nuk shiko, është irracionale. Unë të vrisja për atë logo. Nuk e konceptoja dot tjetër jashtë asaj logo. Dhe mbas shumë vitesh shkove në Klan, po. Si ishte ky transfert? Pasi vrisi për një logo. Jo, po i fillova 2 vjet përpara. I kam njoftuar 2 vjet përpara që do iki. Ky është njoftimi më i hershëm që kam dëgjuar ndonjëherë. Bravo. Po, i kam marrë me radhë. Dhe gjithë familjen, unë 3 muajt e fundit nuk flia unë gjumë, më shumë voja unë se që po ikja se ata që mu largova. Jo, ideja është që unë nuk kisha çfarë bëja më, nuk kam ikur se nuk kisha çfarë bëja më. Realisht nuk kisha çfarë bëja më dhe e ndjeja që ishte të mbyllë dhe thash, i kam thënë me qeshur biles vllajt atyre që ora më kaloni të ndërtimi sa ata më kanë se të paktën aty është ka dhe unë jam dhe i Zoti eci qeshtim i kam njoftuar para po qeshtim se çfarë do të thotë sa më kaloni vërtet mbase më vonë mund të dini që kam për gabim po nëse dhe ideja ishte që Nora Gega ka qenë në Klan ka qenë shoqja ime shumë e ngushtë dhe më ka thënë disa herë dhe unë i thosha nuk ka shanse mos se diskuto fare edhe i thosha kështu të prerë. E ndjeva që erdhi momenti. Pata një kështu dilem ndërmjet topit ku bëm blushi, i cili në fakt se kam falendëruar kur publikisht
shfaqesh goxha vlerësim, më bëri një analizë vetësime shumë ashtu, por ikja në Top Channel i biles u takova dhe zonjën Hoxha ishte ajo në krye atëherë Vjollca dhe shumë dashamirëse. Por ikja në Top Channel kishte një handicap. Nuk merja dot me vete grupin e 2XT-s. Okay. Se kishte Top Channel i programin e humorit veten. Ishte Portokallia dhe unë nuk në jetë po për çfarë të ndodhe Topi? Kurioze jam. Unë do bëja një talk show në timit, do bëja tani se këto janë shumë diskutime në ajër, po domethënë do bëja ishte ideja për te diella, se kishte fillu ato dhe një program timin dhe unë doja që televizja me gjithë grupin edhe Klani ishte e përfshinte gjithë atë gjën. Takova Mandin, Shkullakun, Norën, edhe pastaj takova Sandrin. Me Sandrin nuk është se kishte shumë diskutime. Ishte tmerrsisht shumë i prerë. Si tipologji, tha mua, ti do të vish, po unë dua të vish. Okej, kaq para, do bësh 1-2-3 gjëra dhe nuk ka shumë e çuditshme, më ka befasuar se legjenda dëgjonin plot, nuk më ka ndryrë kur ata të dy, as burr. Asnjëherë nuk ndërhyjnë. Do të ndërhyjnë nëse ka diçka që është në televizion apo jo. Unë e takoja dhe atë fjalën që më tha në fillim, që më tha ti do më takosh vetëm fillim sezonit ta për kostot dhe në fund sezonit ta për audiencën dhe kostot. Dhe në fakt vetëm kështu ndodhte. Të dy dhe Albën dhe domethënë kisha një ide që me Sandrin do të zihesh atë, nuk e di pse. Ky ishte perceptimi. Po mua më shumë se sa ikën Klan më joshte kjo që ti ishin gjithë që kishin atë të vetën edhe. Gjithë mbretër me kurorën e Sandrit. Vera, po, Arditi. Edhe ishte shumë cool. Domethënë po në kokën time i orindës. Ku parkoje ti aty? Se është një parking aty që është Jo. Parkingi Pepsiu, Arditi, Sandri. Aty isha i vogël. Isha parkoja televizioni unë atje. Jo, isha me këmbë në tokë fare, nuk e kisha, jam shumë realiste ka gjëja. I kam thënë orindës si unë do ri në Klan 5 vjet. A do me heqi Sandri, a do iki unë, këtë nuk e di. Ti gjithmonë ke një kështu, 2 vjet do të zgjas emisioni, 5 vjet. Dhe në fakt unë deta fix 5 vjet në Klan. Ishe producenti Klanifonias, i dupleksit pas Klanifonias, isha drejtor në Klan Plus, bëja edhe një program timin. Dhe unë do bëja. Dhe dëgjova që paguheshe shumë mirë. Po, shumë. Se pagat e larta qarkullojnë për televizione. Përveç se ti është paguaj mirë. Mua më doli edhe më doli ajo kur doli atje. Jo po, paguhesha vërtet shumë mirë. Paguhesha shumë mirë, absolutisht po. Unë jam paguar shumë mirë edhe në Vizion. Vizion paguajnë njerëzit shumë mirë. Duhet ta them këtë se nuk e ka këshera pa. Vizion Plusi i pagonte njerëzit shumë mirë. Shumë, e i trajtonte si mbretër se ka një perceptim sikur. Jo. Ndoshta ka që ishte si më i vogël, duke si më i vogël, shumë mirë. Ka pas trajtim tmerrsisht dinjitoz. Flasim atëherë, nuk e di tani se jam kam vite, 7 vite që sa. Dhe në këtë logjik, unë te Klani isha me qëllime shumë të qarta. Unë nuk isha emocion. Por në fund më dha një ndjesi shumë të mirë dhe nuk e harroj. Sandri më ka pritur në zyrë, unë do bëja program timin. Do rija dhe viti 6, po flasim. Moment saktum tha, nuk po hyj detajeve dhe më tha mua, ti je shumë i zoti, tha, shiko tha se televizioni tha nuk është më ai që ka qenë. Në kuptimin e juve tha për mua jeni kush sjell të ardhurat, ato biseda tipike dhe atë që unë kisha vite që e thosha që televizioni tashmë nuk është më ajo në fakt është fakt dhe shqyr që erdhi një formë kështu si e prerë me thik në 1 shtator unë kam të prerë marrëdhënie me televizionin dhe unë nuk kthehem më në televizion pa pasur televizionin punë të tretë, jo të dytë, të tretë. Ndoshta do tentoj në një projekt të Top Channelit që ta mbyll, domethënë se me që s'kam shkuar në Top Channel, ndoshta edhe në Klan dhe Vizion nuk i diete, po që të them bëj ciklet e mia dhe në ciklet e mia mungon Top Channelit, ciklet e mia televizionit nuk mund ta fshesh televizionin që s'kam qenë, të bëj treshja dhe ashtu, po vetë joshje personale, kështu që aman të kthehem nuk. Po edhe bëri edhe drejtorin ekzekutiv, të mbeti vetëm jo të kthesh, vetë të hapësh tëndin. Ta hap tim. Jo, larg qoftë, jo, nuk e bëj dot, nuk i kam ato para, nuk ja vlen dhe nuk ta kthen investimin. Sot nuk bëhet më dhe këta që kanë televizion e dinë që tashmë nuk mund të mbajnë më televizion. Jo, po televizionin ti e di që shumica televizionet përdoren leverage, pra përdoren për leverage, por edhe ky leverage të godet një portal më një portal nga shtëpia me pijama. Ta bën dëmin sa lajmet. Kështu që edhe kjo është prishur dhe kjo është. Një me pijama nga shtëpia. Një me pijama nga shtëpia. Më bëri përshtypje një fjali që the në diskutim që po bëjmë me Top Channelin me Blushin,
the u tërhoqa sepse nuk merja me vete se kisha një grup të madh me vete. Po. Pra janë ca njerëz që ti ke marrë me vete, që i kishe premtuar. Si ç'a ndodhi? Premtove? Jo, i thash, unë i ashtu ata panikuan në moment, i thash ne do ikim bashkë. Pa. I më pëlqen që i ke marrë me vete, më pëlqen. Shiko, unë kam kalu me Julin, me Gentin shkëputje se Genti ju te agoni, me Julin, me Gentin, me Albanon. Me Julin dhe me Albanon kam kaluar, me Julin njerë kam kalu më po thuaj se kosa me Orindën. Është të mërshme, kur e mendoj se Juli është kështu, kam kalu gjithë. Do të thënë, me këta njerëz, këta kam kalu 15 vite, çdo ditë në 9 të mëngjesit te Kristal Centeri apo më vonë në Klan, çdo ditë nga e hëna në shtunë, çdo ditë, s'po them me fjalë. Familja. Do të thënë, dhe unë isha unë u thinja nga ata. Kështu që absolutisht nuk e çoja në përmend, por unë ja lash opsionin që ata të rinin në Tring dhe në Vizion edhe me logon time që kisha krijuar. E lash si opsion, por nuk ishte no sense. Edhe as diskutoj fare. Nëse aktorët duam një kokë. Kokë, edhe jo, po ishim në paqe të gjithë me pozicionet e njëri tjetër, pastaj ne te kaluam fare atë fazë, nuk konsideroheshim më sepse ishim. Po Klanifornia si ishte si eksperiencë? Klanifornia unë kam bërë pa dëshirë. Pa dëshirë fare. E para njerë mendoj që ishte, po sepse Klanifornia nuk ishte, Klanifornia ka pas një momentum të bukur, që adrenalina erdhi shumë, që ka qenë në pandemi, në teren. Atje mori sens shumë. Atje mori shumë sens dhe ka qenë shumë i fort. Po sepse Klanifornia ishte... Shumë Saturday Night Live. Klanifornia ishte portokallis. Pandemi, ishte komplet ndryshe, ne ishim të vetëm që bëm program dhe fakti që ne ishim një grup njerëzish që xhironim edhe pastaj bëj edhe pak Saturday Night Live me ato monologjet që ishin të largësia, ajo e bëri ndrimi i studiove. Ky ishte gjetja që ne bënim disa studio televizive. Por unë Klanifornia e kam bërë është era e parë që po them e kam bërë pa qef. Do më realisht është era e parë që unë kam bërë kompromis. Sepse nuk e konceptoja dot që unë ta dëprisja dhe brenda një viti gjysmë njerëzit të iknin. Të ndërpritej, se i bite ti trahtoje ata fare, më t'i lijan rrugë, dhe pranova, gëlltita këtë formulë që nuk ka qenë ajo që unë, pavarësisht se ne kishim shikueshmëri të fortë, se Klani është logo shumë e madhe, edhe me thonë drejtën, vitin e pandemisë ishim, sa pasaj na vrau Big Brotheri, se ishte Big Brotheri Luizit e kalun ditë shtuna, ata pasaj nuk ishte shanse, edhe të vriteshim live, ne do shiftin... do këshifin Big Brother. Kështu që më mirë që ndodhi kështu, se të pak nuk mbajtëm përgjegjësi që ne mirë ishim në audiencë, nuk është edhe në klikime, ishte goxha mirë programi. Domethënë Visiani për shembull që vazhdonte Portokallia u bë shumë suksesshëm. Domethënë personazhet. Cubi ka qenë Delinda ka bë hite, jo se s'ka prodhuar programi hite, ka pasur personazhe, Albano ka bërë super personazh, Fevziu, Gilbert, domethënë kishim shumë klikime. Por mua si krijues nuk ishte krijim. Ishte një amalgam, një përzierje për të prodhuar diçka që të prodhonte një program që kishte muzikë, që kishte humor, që kishte balet, për një portokalli, ndoshta më të freskët, se ishte pak energji tjetër, po kaq. Ishte e vështirë të menaxhoje aq shumë veta, aty ke qef menaxhimin, po aq shumë aktor emocional. Nuk ka gjë më të lodhshme. Dhe unë nuk i kthehem kur. Shiko. Po kur, e ke atë mos thuaj kur. Do më thënë, unë nëse do prodhoj një gjë, nuk i kalon 7 vetat, nuk. Ose do prodhoj vetëm për Turian Myskën, pra në funksionin tim. Jo, sepse do thosh se ti s'do lidhesh më emocionalisht siç e lidhur më para, po jo, nuk e para është vend i vogël, nuk i ndan dot. Shiko, aktori duhet të jetë një njeri të tmerrsisht, duhet ta lësh në gjithë ngjyrat e tija. Duhet ta lësh vetëm. Nuk i lë, ata kanë kredi. Ata kanë stres parkimi, ata kanë shkollat e fëmijëve, kanë çdo hall të një njeriu normal. Se nuk është se rrogat këtu po. Edhe këta po jetojnë atë thjesht marrin këtë skenarin. Nuk ata duhet krijojnë vetë. Dhe unë i kuptoj aq shumë këto, se është ndryshe për kur je moderator dhe thjesht është ndryshe, me shumë para, je vetëm ti, të duhen thjesht 2-3 skenarist ose 2-3 asistentë, kupton? Kur je Gjebre për shembull, ose kur je Arban Osmani, është shumë më thjesht kur je Turian, që bën vetëm programin tënd dhe ke 2-3 gazetar. Ndërkohë aktori duhet të ndërveprojnë, duhet të jetë çdo javë një premier, çdo javë, e di ç'do të thotë çfarë heronj janë ata që punojnë te Portokallia dhe vazhdojnë akoma. Dhe kur dëgjoj këta që i shajnë ose kështu, më irritohem se kam parë na brenda. Më thënë jo konsum. Po dale ne po pranojmë konsume
politikan nga 40 vjet u mërzitën këta se gazi apo ledi. Shiko, më irriton edhe kur aktorët shajnë producentët apo ata që kanë ndenjur afër dhe kanë krijuar. Kjo pasazh këtu tani është. Ai ke ndjerti këtë mos më njohin, po unë sepse unë jam vetë producente dhe mendoj si për veten time. Staha. Fare. E di pse? Sepse unë kjo është mund ta pranoj me shumë kënaqësi, unë nisem gjithmonë nga pritshmëri zero. E kam këtë sepse duke qenë i vogël, duke hyrë i vogël, kjeca për shembull, nuk se s'du të përmend emra të bëjmë lajm, po kam parë sa njerëz që më kanë dalë krejt ndryshe nga çashtu. Apo njerëz që ti je investuar dhe ke parë që nuk e marr mbrapsht atë që ti mendon që ashtu. Unë të hyj në lëkurën e tjetrit nuk kam më kohë, pra të ri unë të mendoj pse Dalina ma bëri këtë, nuk kam më kohë, atëre unë pritshmërit i kam zero. Në momenti që kam pritshmërit zero, Dalina thjesht do jetë shumë njeri i trishtuar që në gjithë gjërat e veta ka haruar një njeri që guess what? Te ka marrë këtu e të ka që këtu. Sigurisht me talentin tënë, se dika që ka. Kështu që ndërkohë unë jam këtu të zero atë. Për mua je akoma pritshmërit zero. Dhe kur ti bëhesh e mirë me mua, thjesht shtohen pluset, pra nuk shkojnë minus. Kështu që realisht nuk e kam fare këtë frustrimi që ore pse shau fila. Po mërzit njëri kur e mbyllë Kalifornien nga aktorët, u mërzitën atë të folën? Javën, janë njoftuar 1 vit e gjysmë përpara. Ti pasi njoftimi më të çuditshëm që kam dëgjuar ndonjëherë. Janë njoftuar 1 vit e gjysmë përpara, i kam thënë tekstualisht, neve raporti kosto të ardhura është tmerrsisht larg, sepse neve jemi në programe shumë njerëz. Klani nuk na ka më detyrë mbas 5 vitesh të mbaj programe kaq pompoze, të shtunën përballë kemi një program Monster që është i fuqishëm, Big Brother, super i suksesshëm. Është hit. Atëre, çfarë do bëjmë? Unë mendoj që do mbyllemi, se s'kemi ç'bëjmë, të rishpikim veten, gjej forma etj. Nëse siç është tek, ja kam njoftuar 1 vit përpara, ose të gjithë bashk të prodhojmë aq shumë para sa ta mbajmë këtë në këmbë dhe të ndryshojmë. Nuk ndodhen asnjëra prej këtyre, rrjedhimisht u mërzitëm të gjithë, unë u mërzita shumë, u mërzita jo për Kalifornien, nuk e kam fare emocione Kalifornien, fare. Kur s'kam ndjerë 2x lënë këto Kalifornien, jo. U mërzitëm sepse edhe në ato kushte të një tensioni tjetër, që ishte tensioni i madh, se Klani ti e di që është tension vërtet Sandri ty të merr në telefon, po tensioni është shumë i madh, sepse aty ka aty ka gar për të thithur sponsora, gar për të marrë audiencë, janë të gjithë general, që tha mbretër pakuror, dhe në këtë kontekst ne prapja dolëm që edhe me shumë ashtu ta mbajmë atë bërthamën, por mbaroi ajo. Po si ranjëri telefonit. Vërtet? Visiani kujtohet, me Visianin flas, me Albanon kam, më shumë e marrun se Albanon e kam si çkam vllajn, Albanon e kam kështu si. Po Juli? Juli është natyrë shumë e çuditshme. Juli nuk kshan, nuk përdos, domethënë bashkë, po Juli nuk di të thot fjalë të mira. Ka si natyrë. Domethënë unë me Julin takohem dhe siç është Juli, po unë kam shumë xhan Julin, edhe do e kem gjithë jetën. Domethënë është një njerëz që kam dhe Juli ka qenë besnik në momente të caktuara. Mendoj që është me Julin është mirë ta kesh kështu raportin. Nuk është psikovampir Juli, fletë dhe mirë është si tip divorci që po që e ke xhan. Jo, thjesht ta ka lidhur me puna, unë ata të gjithë i kam xhan. Realisht nuk kam për të thënë kurrë një fjalë të keqe për te në i batute, po kurrë një fjalë të keqe, sepse s'mund të se imagjinoj dot. Shikoj, çuditshme që të s'ka marrë në telefon. Është me natyrë. Jo, është me natyrë, po mbas. Jo se e tha si batut, jo se ne jemi takuar, po. Jo, e the si batut, po ndodh. Të 20-tat kuptohet, mbas të 30-tave unë mendoj që njeriu duhet të jetë pak i zgjuar që të paktën edhe sikur të mbarojnë emocionet, se ka një fazë emocionesh 2-3 javë që ti e shan tjetrin, ndoshta dhe ja fajson atë për gjithë problemet e tua. Po pastaj njeriu do bëj ca llogaritje, sidomos ta njerëz, sidomos aktorë që janë në treg dhe presin gjithmonë për një producent dhe skenarist, që njerëzit që janë të suksesshëm le të marrin një marrëdhënie. Jo, i kam marrëdhënie të shkëlqyera. Jo, s'kam asnjë. I vetmi person që s'kam folur gjatë, se kjo tash do pashtu po që kam folur mbas ca kohësh, ka qenë Olsi, Piliku, po unë e di pse, se Olsi ka qenë në një periudhë të ngarkuar të vetën, dhe me të cilin tani kam në 2 javë që flas non-stop me të. Julin, Gentin, Visianin, Albanon, Egin, Cubin, Lisën, Rudina dhe Mbazi nga bërë shumë të afërt. Edhe Delindën që nuk se punuam vetëm vitet e Kalifornias, Behar merën flas. Unë nuk i
unë personalisht në asnjë moment të jetës sime nuk e për të më dëgjuar mua publikisht të them diçka të keqe, qoftë dhe nëse unë dëgjoj publikisht që këta njerëz thonë diçka për mua, sepse këta njerëz nuk ka se si në universin tim të jenë të këqinj, se ndryshe nuk do kisha punuar me ta. Dhe i bie që t'jetë dështimi im. Kështu që unë po dëgjova, do i shoh në rrugë, do i puth në ballë, do i them kam xhan ose do i përqafoj, se nuk e kam luksin në 40 vjeç ta mbush veten me negativitet për çfarë, për një kapriço apo për një mendim të tin apo të sajën të një aktori apo së një aktori. Kështu që fare. Pak a shumë ajo çka kuptova paktën me arritjet tua profesionale, çka ke dashur ke marr. Edhe kur e ke kërkuar me këmbgulje si 20 vjeç, çfarë është një gjë që ke dashur dhe se ke marr ose do doje ta bëje, paktën unë e di që televizionin në televizion flasim. Po, çka ke pasur? Atëre në çka kam dashur të bëj ka qenë filmi. Po të filmi do futemi te filmi. Në televizion tani, në televizion unë nuk kam bërë realitin që se di nuk e kam bërë, domethënë themi kot se di se kam bërë pik. Big Brother i Top Channelit është në gjykimin tim gjëja më e mirë e realizuar ndonjëherë në atë sektor, dhe nuk është aq e thjeshtë saç mendojnë njerëzit, është vërtetësisht e vështirë edhe për këtë jeç kapelen dhe din ta bëjnë ata. Atë do doja ta kisha bërë një herë. Tani mbase s'dua. Të kanë ofruar apo? Jo, nuk kam me Top Channelin përveç këtë të blushit, nuk kam pasur asnjëherë asnjë kontakt. Jam taku dhe me Lorin, më thënë jam taku misisht. Kam bërë festivalin e madh, bëra për qef të mamit atë që se mami e kishte ëndër. E festivalin? Festivali që çuni të bëj festivalin dhe e bëra. Po e di që është një ëndër për shumë prezantues gëzohen, kam vënë re që të shkojnë të bëjnë festivalin. Unë se kam pasur sulita shumë. Jo, unë e bëra ekskluzivisht, e bëra që mami të thoshte që e bëri djali festivalin, domethënë edhe absolutisht është në CV është mirë sepse tani ai është institucion, duhet ta kesh në atë. Po nuk të shiko, për aq kohë sa njerëzit nuk të mbajnë mend për atë gjë, nuk ç'do ta bësh. Doja të kisha prodhuar dikur. Të kisha prodhuar këngën magjike, që e ka prodhuar ai. Po. Ka ardhi një çikë më natyrale. Se ka qenë edhe 30 vjet më përpara në atë sektor, ose Top Festi për shembull ishte super. Kur shifja unë ndjesha xhelos tani, të jemi sinqert, kur shifja Arbana Ledionin kush e bënte atëre, ndjesha xhelos. Shumë xhelos, sepse dia dhe muzikën si funksiononte. Konsumoja, isha në atë vibe, në atë moshë, ndjesha shumë xhelos. Tani jo fare, po atëre ndjesha, thosha, ta thashë më përpara, për këto ndjesha xhelos. Tani për sa i përket televizionit aktual, mendoj që domethënë dua të bëj gjëra. Unë keq nuk i kam bër publikut. Keq nuk i kam bër. Pra unë nuk jam një figurë që ka, si të thosh, ka sjell neveri, ka prishur vlera atje, nuk i kam, po dhe në një të mirë të madhe nuk i kam bërë. Dhe mbas lindjes së atarës e mendoj që duhet të kemi një mision. Jo misionare po dal po bëj Jezusin, po një mision. Dhe nëse do prodhoj programe televizive flas, duhet të ketë diçka. Pra, unë duhet të kontribuoj. Ke një qëllim, po. 20 vjet nuk kam bërë keq, nuk kam bërë gjëra. Po të argëtosh një gjesh. Po prap thash ja ato të rinë ke shënuar shikoj. Se nuk më shumë. Kam pasur shumë hapësirë. Shumë. Nuk je ndërgjegjshëm kur je në proces. Se sa hapësirë. Unë po i thosha, çfarë luksi madh është të marrësh kohë, të ngrit, të kesh strukturë, pushtet. Dhe nuk se kam përdorur shumë, nuk e kam menduar, e mendoj tani jam e i pjekur, po dhe këtë kur them televizion, dua të bëj gjëra ndoshta jo shumë të mëdha, por gjëra që në thelb thonë Returi bëri një gjë që të paktën 2 veta, se po shpëtove njëri që shpëtu njerëzimin. 2 veta unë ti ndikoj me mendim pozitiv. A jeti në atë fazën që vetëm 2 veta do të të shohin? Jo, dalun televizor për ndikuar po për të më parë jo. Unë kam një unë se besoj njeriu që është ambicioz kur dëgjoj një herë. Unë do të klikoj, nuk e besoj, bullshit. Kjo është budallik. Unë nuk jam marrë me muzikë sepse unë nuk e konkurroj dot ledrin, kapitalin, kreshën, të fikin derën ata. Po. Po ata janë fokusuar 100% aty. Po më intereson më i zonjë të dalin të më shohin vetëm 500 vjet aty, ç'është ky? Jo se bëj fare. Jo. Pse ke menduar më fal një herë për ata që se
ka facat produktit. Kemi menduar që të keni menduar në atëre ne për produktin e kemi, ne thjesht produkti është vërtet për qef, sepse dy çunat vazhdojnë me muzikë, Albani merret shumë seriozisht dhe shumë i talentuar, Fabi merret kur i do qefi Fabit. Unë merrem. Albani ka bërë një super këngë me Loren te Kënga Magjike. Kënga Magjike. Me Loren bën këngë shumë, Biles ka bërë një këngë tani për Orinën, është vërtet shumë e bukur. Dhe bashkohemi për qef. Grupi pop u bë për qef, është tamam nostalgji dhe aty nuk hym dot në klikime. Ama të prodhosh dhe të bësh një herë në 10 vjet nuk. Ama të prodhosh muzikë. Si të prodhosh muzikë ti, të quhesh të jesh më në treg. Dhe ndërkohë ke Alban Skënderaj që bën një koncert në Itali që ishte wow, nuk e di, jam emocionuar aq shumë për mirë, shumë mirë. Për atë gjë sepse ai djali ditë bëj dhe art, apo Elvana që bën ato koncertet e mëdha, të kthehem unë. Mbas suksesit që kisa, atëherë kemi qenë shumë suksesshëm. E të kthehem unë tani, e të bëj këngë, edhe të ri në treg, jo të bëj një këngë për qef, se një këngë për qef është tjetër gjë, të ri në treg. Dhe të më shohin vetëm këta të anda nëse pas kanë qef mua këta kur bëja produktin dhe të marrin një klikime, po jo, më shoqë, po jo, më atë kohë dhe energjie të bëj një gjë që të dali pari. Jo. Dhe televizion. Unë thash të ndikoj, po jo të më shohin. Të më shohin, duhet më shohin shumë. Jo, më shoqë, jo. Publiku nuk ka dalë këtu, ke shkutit e publikut. Publiku të shef, sepse ti bën. Konkuroj me këta të TikTok. Lërem, ka zanate tjera. Ka zanate shumë të nderuara, merru me ato. Bëu sukses shumë atje. Nëse ti je në tregun e klikimit, se kjo fjalë klikimi. Unë kam bërë një film bazuar mbi këtë, deri ku shkon çmenduria për klikime. Ama ti, nëse si je i Zoti, ti mund të mendosh që je i Zoti. Por në botë, nëse s'përshtatesh në një treg të saktuar, kur përshtatet Bill Gatesi, kur përshtatet Warren Buffett, kur përshtatet ku digjon, presidenti i Amerikës su përshtat ke ti, do të thotë që ti si e më in. Kur si e më in, up ground. Ska, ti do të konkurosh me TikTokun, me personazhet e TikTokut, po, me ata do konkurosh. Dhe kur digjoj që jo, po s'bëhet më muzikë mirë, ja, ke Albanin e bën muzikë të mirë Alban, se e tham, ke Alban Skënderaj, ke MC Kreshën, Lyrical Sun bëjnë muzikë shumë të mirë. Dhe janë shumë të klikuar, kanë dhe koncerte. Ke Tajna ka bërë këngë të reja fantastike. Pra, bëhen, thjesht gjej mënyrën, ose farë dorezat edhe shko, meru me meditime, bëj kështu yoga, bëj gjitje në mal. Ti më pëlqen se je në një gjendje që shumë njerëz mundohen të arrijnë atë lloj gjendje, po më pëlqen se si filozofon gjithçka, domethënë edhe ato gjërat që pëlqeu si folë për Kalifornien, edhe që sishte në lëkurën tënde, apo për gjërat që ke dashur, apo se si harron, domethënë gjithë filozofia është shumë interesante. Mua s'u pëlqen një gjë, që ne kemi qenë me takuar bashkë një verë më parë dhe nuk më the që do i futesh filmit, ndërkohë në atë ditë ishim në një darkë tek kemi qenë një darkë tek Vila e Madh Pezës e Marcelës. Edhe ishte me Orindën, edhe me Gocën, edhe kemi bërë një muhabet shumë gjatë deri 5 mëngjesit. Deri 5 mëngjesit. Era parë që i ri kjo zgjuar. Pa. Se kjo flet shumë herë. Edhe un po flisja për filma dhe ti dëgjoje dhe pa pritur surpriza se ti ne komunikojmë bashkë. Surpriza ishte filmi dhe kur the tani që dua të bëj një reality, do të kisha qejf ta provoj. Jo, dua të bëj. Nuk e bëj dot tani, janë zën ato. Pa pritur dole. Si skenarist dhe producent dhe me një super trailer dhe nuk ta thash të jo e besoj atë se super trailer mund të thjesht ta nxjerrë bravo turi. Madje isha me Albanin, këtë do ta them se është e lezetshme, ishim këtu te vila me shokun tënd dhe ai po më thoshte që pash dhe pjesë nga filmi, thash super film. Është realisht i bukur. E thash vusa xheloze që jam. Kam shumë edhe Albani ngeli se nga që nuk është se jemi shumë. E thash që e themi tash sepse e di që do jetë shumë i mirë. Ma dalin plot, me gjithë respektin, po për ty jam kurioze, nga erdhi filmi? Filmi ka pas 2 barriera që s'është bërë nga unë. Dhe ironia e fatit unë e bëra në momentin që s'kisha asnjë strukturë nga mbrapa. Pa kështu do bëj gjëra. Kur më thoshin bëj, atëre. Unë mendoj që nëse do të bësh një budallik, lere ose të shkruar ose të filmuar. Dhe kjo është përgjegjësia më e madhe që ke. Të shkruash ose të bësh një film. Dhe unë mendoj që një film nuk mund të prodhohet pa pasur ti eksperiencën jetësore në tërësinë e vet. Që do të thotë, ti duhet të jesh mjaftueshëm i rritur. Dhe unë kam pasur mundësi të bëj filma, se unë kam pasur tringun nga mbrapa, kam absolutisht mundësi pafund. Edhe të thithja para e tjerë. Komedi një herë mund të prodhoja çdo sezon nga një. Po ti isha
Nuk e kam bërë për një arsye të thjeshtë. Nuk kam pasur guxim. Kam thënë nuk jam gati. Që të bësh të asamblosh një film, ti e di shumë mirë, është gjë më e vështirë në botë. Është një proces që ndodh vetëm një herë, nuk ndodh dy herë. Një film lind dhe vdes aty një skenar. Lind aty dhe vdes aty. Pastaj mund të ribëhet, po ai gjë, ai është emocioni tërsinë vet. Dhe si thosh, më është dashur, i dy janë momentet, guximi, që ka marrë guxim, një është fakti që vajta 40 vjeç, edhe unë 40 vjeç, unë nuk kam kështu çfarë thosh, qefe, makinëra, nuk kam. Okej, charterin e kemi qef zgjidh, po se marrim dot. Çfarë makine ke kot? Një Benz, normal ka bler Orinda, atë se kam bler as vet me dhunë, se unë ishte për mua kisha një Si e si politikanët. Jo, ma ka bler me lekë. Jo, kuptoj ti si politikan, po më erdhi ato djalin ma ka bler gjyshja nëna e Orindës. Jo, ma ka bler Orinda dhe më ka thënë që ti nuk mundet të hysh në oborrin e klanit me këtë golfin, me gjithë respektin. Unë makinën time e ka marrë vesh bas një viti që i kisha me naftë, nuk e dija. Nuk jam, sepse mua më zë makina ta thash, dhe unë i urrej mjetën motorike. Nëse nuk kam ora, nuk kam kështu qefe. Domethënë, si thosh, objekte. Adrenalina ime vetme është krijimi. Dhe guess what? Vetma që më mungonte është filmi. Kjo është një dhe thash, okay, për 40 vjetor të vej ku të vej. U frymëzove çik dhe nga filma që bëhesh vërtet nga fakti që është një industri që ka filluar. Jo, s'ka lidhje. Domethënë, thjesht ideja është përkundrazi, mendoj që Ermali ka kap moment të mërësisht shumë të mirë, që është i pari dhe që i kapelen dhe ka bërë super gjetje atëherë me 2 gësh mjalt, edhe normalisht bravo i qoftë, më të guximi madh, dhe atë të fakt më ka ardhur i natë, si the ti i natë, më ka ardhur i natë që e bëri Ermali. Unë mund ta bëja shumë më edhe më i strukturuar, se i kisha edhe gjërat më, po bravo i qoftë Ermalit me kolon, nisën me femrat, pastaj bëri Ermali 2 gësh mjalt që ishte hit, edhe nga ana materiale dhe nga ana atë pati super sukses. Pra koha ka qenë. E vetme që i kam qenë i qartë që nuk do bëj film komedi. Mendoj që këtë e dija që në fillim që nuk do bëja film komedi dhe nuk do bëja film me aktorët e mi. Dhe në fakt në aktorët e mi, nga ata afër nuk kam asnjërin. Kam Genti që ka qenë më distant apo Rudina Dembaza që më është bashkuar më vonë. Kështu që këto dy gjërat e dija. Mendoj që të vinte momenti duhur, 40 vjeç tash, okay, turti s'ke ku e bën më tani. Dhe një arsye tjetër që atara nuk ti thonë që babi merret me këtë punë, se atara unë e kam lënë televizionin kur atara filloi të kuptonte dhe më dinte noter. Sepse unë mora një ditë noteria, bëra një akt notarial, asa i pëlqeu që vulos ato dhe thoshte babi është noter. Nuk e di fare që babi ka një dimension tjetër dhe nuk e lidh, ja vën në televizor, nuk e lidh, Orindën e lidh. Kështu që për shaka dhe e ndava që do e bëja. Unë kam kohë që e mendoj, kam hedhur shumë skenare, derisa erdha te kazerma që isha i bindur që po do bëhet mirë. Por filmi i mirë, trimi i mirë me shok shumë, nuk u bë kërka pa pasur staff excelent. Pik, le të kesh skenar shumë të mirë, le të kesh ide regjizoriale, le të kesh edhe lekët mund të kesh, po nuk ishe të nuhasësh profesionist. Dhe mua në fillim u thosha filmi im. Ditën e fundit kur bën rep, dita 29 se zgjati shumë, unë kam thënë është filmi jon. Ata njerëzit ishin wow. Edhe thosha kam fut kot se producent me këtë pjesë të televizionit, sepse ata punojnë dhe jashtë. A e vure se sa e bukur është janë ata njerëz e filmit, ata duket sikur asnjëri s'është për lek aty. Jo, po asnjëri s'është për lek. Domethënë u vdes për setin e filmit. Janë të gjithë të apasionuar dhe të fiksuar. Ja se u flet Dalina për këtë emocion. Me gjithë respektin që ka për, po duke qenë nga shpejtësia e madhe në televizion, pavarësisht ato në shpejtësi marramëndse kanë arritur të bëjnë krye vepra. Por më kanë çuditur. Me jo them për televizionin, se thua ti çuaj televizionit, po në film, domethënë dashuria që kanë, me ato dhe 12 orë, 14 orë, 5 e mëngjesit, hidh materialet, domethënë gjithë fokusim. Dhe ti sheh njerëz që janë këtu nga një ëndër dhe nuk janë për lek. Do t'i paguash, po nuk janë për lek, dhe kur të paguhen ai shumë se sa meritojnë. Po, dhe është të jesh në një ambient me të tërë që kanë një pasion të përbashkët, që nuk është asnjëri nipi tjetër dhe asaj janë të tërë vetëm për një gjë. Dhe ndërlidhja është fantastike, domethënë sepse një ti e di shumë mirë që një gjë mungon, prishet të gjithë gjëja, prishet dita xherimet është e kushtueshme. Në këtë kontekst është fantastike dhe unë më duket se kam gjetur çfarë do bëj. Dhe xherimi i mirë është, energjia e mirë është filmi i mirë. Filmi i mirë, shumë e vërtetë. Domethënë Gjosli, bashkëregjizori, Shpëtimi, drejtori fotografisë, Benarti, producent ekzekutiv, numri 2. Se s'dua të përmend emra. Domethënë do i përmend kur të dali filmi, do i përmend një nga një.
nuk e di, unë ditën e parë, unë isha mësuar që çdo prodhim që bëj, ditën e parë lihe për shembull dita 7, ora 7 e mëngjesit për xhirime. Dhe unë gjithmonë 7 binte telefoni, problem X. Ditën e parë të filmit unë e kisha xhirimin tim 4. 6:30 unë sjeta fare. 7 hiç telefoni. 8 hiç telefoni. Thash, që nga anullu fare, këta s'din si të ma thonë se dhe s'me njojnë, kanë frikë e kështu. Ora 9:30 hiç, u çova, tha Orinda, po merri në telefon, një të marr Kristin, asistent regjizorin. O Kristi thashun, po Turi ai. Bot tjetër komplet, as i theti. Po Turi. I thashun, ha. Jo më tha, mos je tani, tha ti e ke tha kollçitin tënde ke 16. I thashun, jo, si po shkon? Si po shkon çfarë tha? Po filmi, po shumë mirë tha. Si shumë mirë. I thashun, s'ka asnjë problem? Jo, tha kemi filluar 6. What the fuck? Okej, thashun, bab, shkova atje dhe punoj ditën e parë, domethënë, atë që se gjen kur televizion. Dhe kjo vjen nga konsumi. Dhe shumë rrallë në Shqipëri. Dhe shumë rrallë në Shqipëri. Dhe prandaj po them që dhe unë një prej misioneve të mia uroj që mos të më kapi adrenalina kot, dua ta ndihmoj industrinë e filmit, jo pjesën time. Pjesën time unë do i bëj çka kam qefun. Dua që gjithë bota, qoftë edhe politikisht, këta njerëzit duhet të ndihmohen, duhet të subvencionohen, duhet të mbrohen, sepse janë një botë shumë e bukur. Ata janë një realitet fantastik. Janë realisht. Është një emocion edhe nga të buroj kjo temë. Kazerma ka qenë reality show që unë kam propozuar në Vision Plus në vitin e 2 të Big Brotherit. Kazerma është një ide ime, një reality show me 12 VIP-a, të cilët futen në një kazermë dhe konkurrojnë për të bërë ushtari mirë. Ushtari më i mirë i tyre dhe të ishte ideja në kohën e komunizmit, të ishte zbori dhe imagjinoja për shembull atëherë imagjinoja Zajminën, Çelietën, ku dëgjon apo shpat ka sa personazhet e famshëm që i bënin jetë ushtari me një kapter, një njerëz që i drejtonte ata dhe ky ishte krijimi im. Ishte fantazia ime, se ishte një format i realizuar dhe me që lafatoria ishte shumë e shtrenjtë, flasim në kur ka qenë imagjino sa vite përpara. Thash, po bëjmë këtë kazermën, gjej mirë e partë ushtarak, nuk e realizuam, se duhet që më lerë kamerat e këto, dhe ngeli ajo. Gjithmonë kam menduar që kazerma duhet të vinte në një formë. Dhe ne jetojmë në kohën e realitit. Tani filmin nuk mund të bësh film me gjithë respektin për atë, nuk mund të bësh film për vete, duhet si filmi dhe të shihet. Dhe elementi reality e sillte shumë dhe bashkuan këto dy botë me një subjekt mërësisht dramaturgjikisht të mirë dhe erdhi pasaj unë ula me Edi Ogën që është bashkë scenaristi im në film dhe ula me Edin edhe e shtjelluam edhe pasaj futet dhe Gjosti në proces edhe besoj që kemi bërë një punë unë mendoj modestisht të mirë tani këtë do të lëm njerëzve ta shohin se financimin e kishte vështirë? Financimi është shumë i vështirë se nuk ishte nga QKK-ja jo, nga QKK-ja s'bën dot nga QKK-ja duhet domethënë nga QKK-ja dhe ky Francis Ford Coppola nuk merr lek, domethënë. Nuk edhe Tarantino si thonë që do të ndryshon tani me Jonidi nuk e dim se nuk e kemi provuar, po me ata përpara me ç'më kanë thënë se unë as nuk tentova, nuk se kështu janë ligjet. Nuk kam tentuar, por kam dëgjuar nga gjërat më të çuditshme. Besoj Jonidi është të paktën djalë shumë i mirë, nuk e di tani si drejtuese, nuk duhet të folur, po QKK-ja është një nuk e kam çuar në përmend. Unë shpresoj që projekti kam pasur ndihmë shumë, kam pasur dhe mirë kuptimin e njerëzve. Shpresoj shumë që projekti të konvertohet të paktën në një humbje dinjitoze të ardhurës, se unë kam darë që do e bërë. Kështu që thjesht jetë film i mirë dhe të shihet në kinema, sepse është një subjekt që i prek të gjithë. Domethënë aty duhet të dalin njerëzit e medias me reflektim, duhet të dalin publiku i thjesht me reflektim, duhet të dalin dhe personazhet publik me reflektim. Domethënë është një pasqyrë, nuk vëgisht, por ama secili duhet thotë, po mirë, po sepse reality nuk është reality show ky subjekti, reality show është reality një gjë më e madhe se ne gjithë bashkë, kur ne kemi gjithë një vend, kthehemi tek ajo që dëshira ime për të dhënë një mesazh. Kur të dalin nga kinemaja, unë do doja që të paktën një xhiz të vogël për të reflektuar. Po ja dha, po se ja dha, do të thotë që kemi të shtuar edhe do ecim krenar. Shikoj Turi kur të thash që jam xheloze, se është gjithmonë ajo qefi, ajo dëshira ime për të bërë filma, se unë kam atë. E di që e ke dhe është dashuri dhe edhe unë kam një lloj frike çuditshme pavarësisht se guxoj gjithkohës, po për filmin në kinema, që për kinema kam një respekt shumë të madh. Edhe unë kjo bravo se në fakt nuk e thash, unë konsumoj tmerrsi shumë kinema, kam konsumuar kinema shumë militar. Dhe lu Zotin që mos të dal keq.
nuk do dalësh keq, por unë lut Zotit që të jetë një film dinjitos, mjaftueshëm që të frymëzohemi dhe të jetë një leksion. Uroj që majsa pash unë ishte që të jetë një standard. Një standard, tamam. Të jetë një standard që të tjerë të punojnë çik më shumë. Unë për shkak personalisht nuk do futesha në kinema pa audio më të mirë, nuk do futem kinema pa drejtor fotografisë më të mirë, nuk do futem kinema pa aktrimi deri te zëri. Unë e kuptoj kur thua ti s'dua të marr të aktor, unë s'dua të bëj kompromis me filmin tim, nëse do të bëj për asnjë gjë në botë, për asnjë mik, asnjë ndjeshmëri, asnjë. Ore, edhe këtu po t'jen këto yje. Te kuptoj çfarë thua. Domethënë unë dua bëj kompromis. Jam dakord me ty. Vetëm me ëndrrën time që kam pasur dhe kështu që realisht uroj me shpirt dhe jam shumë e sigurt që do të jetë. Në fakt se ke bërë film kinema, vërtet është. Jo, nuk ma mban. Nuk jam gati. Do ta bësh, do. Dhe unë në fakt jam është shumë e çuditshme se ne kemi ca gjëra të përbashkëta. Unë jam te drama dhe unë. Do të thonë unë komedi mund të bëj diçka për Andalen. Ndoshta nuk e bëj unë, mund ta bëj producente dhe ta bëj dikush tjetër skenarin edhe ti ri në kokë. Patjetër që mund të bëhet sepse starsa tu kanë ecur shumë edhe nga ana e biznesit edhe patjetër që do jetë e lezetshme fani, por unë vetë kam dëshirë dramën edhe kur të vi. Je tip dramatik. Unë kur të vi. Do vi me Dalinë do vi. Do vi. Tani s'doja të futesha më shumë në atë pjesë sepse do flasësh gjatë gjithë kohës edhe për filmin do dali, por edhe s'dua bëjmë shumë teknik sepse të dy kemi aq pasion për filmin. Jo, po lodhim njerëzit ka njerëz që duan të shohin filma dhe dëgjojnë shumë për backstage-in e filmave. Neve ju futëm punës shumë, por folëm shumë në fakt. Her pas herë dilta Orinda aty në për të. Orinda do bëj një këngë, Orinda dhe Orinda shtysa jote për të blerë një makinë, Orinda Atara. Tash me shaka. Orinda shiko, unë do të them edhe një përshkrim të vogël, mënyra se si ti flet për Orinda, unë ka që e therasisht kur ishim aty te vila e famshme, vitin e kaluar. E sheh kështu sikur sa që e sheh sikur e shih për herë parë, domethënë ke një gjë që pëlqeu shumë tek ty. Tani Orinda shumë mendojnë që ky shtylla e madhe. Orinda në fakt, se kjo është klishe, kjo po e thonë shumë burrat në ekran të Kastile, po nuk e them Kastile. Unë bëj një kështu gjithmonë, para se të fillosh lavdërosh gruan ose burrin. Okej. Kam timen në mision. Ta kishe bërë më para. Kam eksperiencë. Ta kishe bërë më para, ta kishim bërë ty më para. Edhe Orinda Orinda ditë më shfazoi mua. Po. Në çfarë kuptim? Po të doj qefi Orindës. Më shfazon ma heq qarkun. Dhe mua s'ma heq qarkun njeri. Orinda në paralel, Orinda është qetësia ime. Dhe Orinda është një grua e cila grua se tani është grua e cila ka një fuqi shëruse dhe nëse ti thua je i guximshëm, si mundet që ti thua njeriu që ke në krah në çdo periudhë të jetës. Tani unë bukurosh nuk jam. Orinda ka qenë një gotë shumë e bukur, shumë e suksesshme. Mundet ta zgjidhte jetën shumë më të lehtë. Shumë më të lehtë. Badhi edhe pamja e saj prej kokete, bjonde, do të thënë ato syt mund të zgjidhte një jetë. Orinda më zgjodhi mua kur unë kisha, po e banalizoj, kur e kisha rrogën 800.000 lekë. Më zgjodhi ran dashuri me mua dhe nuk u shkëput kur, madje ndonjëherë fëmia kam qenë unë, jo ajo. Edhe në gjithë rritjen tonë, njerëzit mendojnë që unë jam por unë sa herë që pyes Orindën për një vendim, unë nuk kam ndier një herë frustrimin që kjo grua po më zvoglon ose po më krijon gërç, që jemi detyruar të bëhemi ashpër se jo, gjithmonë ka thënë në çdo moment stresi im të dridhjes time se unë nuk flet përgjithsisht. Më ka thënë Durian, ti nga një kasolle ta ngresh nga e para, ti prapë do të kthesh në një shtëpi të madhe, sepse ti e ke, domethënë është një shtyllë për mua, shtyllë shumë e madhe, se nuk dua të bëhem shumë poetik, po është vërtet një shtyllë shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Domethënë është tamam fraza familje. Domethënë ajo është kisha ime. Vetëm ka një gjë. Po doli ajo nga faza.
rrallë ndodh, po. Ru pasaj se. Po do ta ketë atë se ka. Ishte shumë. Jo, ishte shumë. Orinda ka një raport komode si njeri. Shumë komode, ishte kështu si një ajër i lehtë kur e takova. Kështu ese kështu. Nuk se si flisë me vajzën, më thanë që gatuan është ekselente nga ti. Gatuan shumë mirë vërtet. Po, duhet ta shohim tek ai podcasti. Bën të merësisht, është për shembull është zgjidh shumë situatat. Unë jam shumë i paftë, shumë zgjidhjen e shumë situatave tek një. Tani un kam dhe unë të mira ose jam kështu pa gjën, po kam fjalën që ajo ka një nonchalance, ka një kështu. Tani ajo ka dhe një gjë që ndoshta vjen se duhet pa në analizë ndër fëmijëri që s'kemi qenë jetën e saj në fëmijëri, po ajo nuk e luan të bukur, ajo është e bukur dhe rrjedhimisht ka qenë sukses me që 15 vjeç, të dua është bër kur ka qenë kalama. Kuptoj, por duke qenë se ajo për shkak nuk është më në këngë, mund të kishte edhe atë mlefin. Jo, po është kundërta. Mezi po e fusim në këngë. Po e fusim familjarisht? Po, mezi po e fusim, merremi gjithë që të kthehet. Po pse do ta fusin në këngë? Po ta bëjmë për qef. Okej, tash një njerëz që nuk ushqehet me famë, nuk ose i gëlon, nuk ka xhelozi, nuk duket fjalë kështu, po nuk ka xhelozi, duket klishe, po nuk ka. Nuk ndjen xhelozi. Jo, e di. Është vërtet e tillë. Ata njerëz që e njohin e ndjejnë këtë gjë, është shumë ndryshe, si ta them, ka një gjë që mua më pëlqen çdo ditë kjo gjëja. Sigurisht është problematika pafund, po pastaj raporti pastaj si nën me Atara, pastaj çështja mbi tort, unë nuk ka pas dyshime, por është si ishte? Po. Të gadru. Atara vetëm sa ndarat ka prerë ty kokën. Po, tashi një gjë. Po, thonë që ngjan me mua, ka momente që thonë që ngjan me Orindën, po nuk ka rëndësi, unë dy gjëra doja. Kokën mos ta kishte si unë kam një kokë të mirësisht shëmtuar, e kam kështu si shtypur kështu nga mbrapa. Shumë sikur të ka në njëri me gur berati. Gur tamam, kokë skrapaliu berati. E quaj në qeshin, ne? Dhe syt me ngjyrë. Këto doja ti merrte unë, pastaj tjerat nuk ka. Ajo unë mendoj që ngjan dhe me Orindën, po të bëhet e mirë, mora aman, të bëhet e mirë. Orinda ka bërë një podcast që është për nënat edhe patjetër që duhet për mamat, patjetër që duhet të jetë shumë e fokusuar te sepse ka interesi që ka për mamat ajo gjithë, për shumë se kanë fare. Dua shumë kalamajt e mi, po. Kur se ta, domethënë me ato gratë e Orindës jetoj dhe unë. Orinda shkruan, ka një blog shkruan, kur unë në fillim njerëzit mendonin që Orindën në vizion për ishte të vërtetës në këtë sektor e ashtu unë që ditë mbas një muaj unë nuk jam marrë më me asnjë gjë të Orindës. Orinda është të mërësisht profesionale, po e frikshme, ka blog me mban shënime. Është njëri që mban shënime 2025-ën. Dhe kjo gjë është të mërësisht, është dhe shumë seksi në njërë, po është shumë e çuditshme se ka një shkruan, unë kam haruar të shkruaj, ti jemi sinqer. Shkruan më, është shumë e çuditshme se si shkruan. Edhe kur bëhen ato ask që janë ato te mam, kur bëhen ato, që ne paralel jemi si ato linjat e Amerikës që flasim me 7 doktor paralel, me konsultohemi me, domethënë kjo jo unë, kur bëhen ato ask, i them unë ikim nga shtëpia se ka zysha as që duhet jetë korrekte në përgjigje, irritimi nëse dikush bën diçka të papërgjegjshme që mund të dëmtoj një grua që ka shkruajt nga ku dëgjon më Orinda chill se njerëzit kanë Google vetë, nuk kanë nevojë të përgjegjshmëria për atë gjën e ka të frikshme dhe e do shumë atë dhe në fakt është ajo që the, nëse njerëzit e ndjejnë që ti diçka e bën vërtet e ke tënden, të ndjekin. Po, dhe ka ecur shumë mirë. E ecën vërtet shumë mirë. Ka ecur shumë mirë. E shoh në të ardhurën. Po e shoh në të ardhurën se matet me atë, e shoh në të ardhurën, domethënë është mërësisht e suksesshme. E bëra prapë se mashallah. Kështu që Orinda është një bekim për mua. Çfarë burri je ti? Çfarë burri jam? Çfarë burri je? Po me projekte me ëndra drejtorësh, biznesesh. Çfarë burri jam unë? Çfarë burri? Sa je në shtëpi? Jam shumë në shtëpi, jo, absolutisht. Jo, po Atara për fajin tënd nuk fjeti me mua. Fajin tim. Fal Atara. Unë fle, jo, Atara kemi ritualin, zimi është me Orindën, pasditja është me mua. S'ka ndodh vetëm kur ka mundësime që gjëra që janë imediate. Unë jam shumë në shtëpi. Nuk e mendoj dot ndryshe, nuk e konceptoj dot për shembull, dil 4 burra, e shif Milanin darkë, pi bira dhe mos ri me gocën. The fuck. Nuk më bën sens. O dalim gjithë, u kam qef dalin me gruan.
Ska, shiko, është e tmeshme që të qeshësh. Po qesë e fëngë, kam qef. Bëhemi grup, dalim tashu, po të rim 4 burrat. Si me sportin ti? Po jam shumë mirë, shoh sport. Jo e bëj dhe atë, po nuk, po jo ta bësh qëllim jetë. Po, absolutisht. Nuk më pëlqen fare. Jo, unë mendoj që jam okay, tani duhet pyetur Orinda për të punë, tani merr Orindën edhe thotë ajo çfarë burri jam unë. Po se jam burri keqe. Se jam. Po kur shkruaj te skenarin, isha aty si kur e shkruaja? Se ai skenari do të përqendrim. Natën. Është smundje dhe ai. Natën. Unë punët e mira i bën natën. Po paske për skenarin natën këtë. Për një kohë gjatë. Punët e mira përgjithsisht i bën natën. Përgjithsisht krijimet e mia gjithmonë e kam bërë natën. Plus po thash pra, ke këtë luksin, kam këtë luksin, kjo është bravo që e theti ajo lehtësia, që nuk ndjen kur trysni nga ajo. Nuk kam ndjeru në asnjë moment, në asnjë çmenduri, investim, guxim timi nuk e kam ndjer trysnin e gruas. Që bëj këtë, nuk kam ndjer, Orinda nuk më pyet mua sa para ka në shtëpi, nuk më pyet, nuk më shkakton tensione të tipit duhet pa shoqet e mia, nuk ekziston, vetë menaxhohet, është autosuficiente, ta marrësh ta çosh diku ja del gjithmonë. Dhe kjo e bën për mendimin tim, unë jeq kapelen si grua dhe është model që të mërësisht do doja që goca ime ta merrte. Dhe do isha shumë i lumtur nëse do bëj sa gjysma e tij mos të kjo pjesë. Ajo nuk ka nevojë për mua, unë jam plus për të. Mbas edhe unë mendoj që kam nevojë për atë. Sepse një grua ditë të çatrafillos, mendoj unë. E ka fuqin, mendoj që e ka fuqin, femra është krijesë fantastike. Kishte shumë e bukur që the, unë ai s'ka nevojë për mua, kam nevojë për të. Po besoj vërtet, se unë të jap siguri, duket natyrë që ky është gjithmonë e di çado, por unë mendoj vërtet që një grua ka fuqin që të çojë në të e ka fuqin, e ka. Gruaja është krijesë tmerrsisht e bukur, domethënë në gjykimin tim e kam menduar gjithmonë, nuk ka krijesë më të bukur se gruaja. Dhe rrjedhimisht kjo e bën që ka anë të bardhë dhe anë të errta. Dhe e ka fuqin sepse është e ngadalt, proceson ngadalt, drama i shkon, kur akmerret më bukur, kur do të bëj keq e bën më ashtu. Mashkulli është Okej, ka dhe meshkuj që bëjmë përjashtim, po është fati i madh të kesh një grua të cilat vërtet ty të jep luksin të jesh ti. Shumë luks i madh. Se unë e shoh, ka shumë njerëz që jetojnë dy personalitete, jo detyrimisht me familje të tjera, me ashtu, po thjesht edhe vetë nuk janë i njëjti njeri. Ore jenë ndryshe me grua, ndryshe me ne. Unë s'jam kështu. Ne shahemi në studio, do të bëjmë batuta, nuk se kemi kështu, nuk që puthim duar njerëzit tjetër publik që bëjmë këto fake. Jo, jam shumë i njëjti jam unë. I njëjti acarus jam edhe në çift edhe në atë i njëjti i mirë. Dhe kjo është luksi ta sjell një grua e mirë në gjykimin tim. Se folë për Instagramin, më thonë dili bashkë, por nuk është se keni ndonjë ulërisni shumë për njëri tjetrin në rregull. Dhe më këto janë kot pasaj këto ulërisë. Për ulërasim kemi një jetë bashkë ulërasim. Unë i kam dhënë mbi emrin. Ajo më ka dhënë jetën. Unë i kam dhënë jetën. Ne kemi bërë fëmijë bashkë, tash bërtasim. Çdo bërtasim? Po maksimumi mund të përfitoj unë një follower, se s'ka në. Pastaj Instagram nuk është se jam shumë tipun, edhe nuk jam shumë fotogjenik. Unë po kënaqem shumë me ty. E po s'mund të rim pa funde se u bëjmë 3 orë apo jo. Pa, do i bëjmë një fund. Ja bëjmë një fund. U kënaqem shumë me ty. Vi prapë, unë s'ka gjë. Po, do vish prapë. O besi pres të shoh filmin. Po do vish te filmi? Po patjetër do vim. Do vish? Po patjetër. S'bëhet fjalë. Okej, na vjen. S'bëhet fjalë. Në qoftë atë ditë jam duke regjistruar. Po do vi nesër më. Jo, po do vish ditën që dua unë, jo ditën që do ti. Ose bë premier para ditë. Se këtu nuk bëjmë premiera para ditë për gazetarët, do tërë bota bëjë premiera për media. Sa shumë gazetar më jam? Di. Të bëjmë premier vetëm për ty. Në një pronar portalesh. Jo, patjetër që do të vi. Unë siç të thash të kërkoha falje për një gjë dhe duhet falenderoj për diçka tjetër se kisha fiksim në episodin tonë të parë të Oktapotit. Kam qenë e ftuar edhe ka qenë shumë e çuditshme sepse e para nuk kishim ndonjë muhabet madh, e dyta nuk ishte një njerëz që britej shumë televizioneve. Edhe hyja tek ata njerëz her pas here, ndonjëherë nuk hyj, jam mirë me klikime, ndonjëherë nuk jam varet se për çfarë më fton. Po nuk hyja ato njerëz që ta filloj me Dalinën sepse do bëhet nami. Dhe ka pasur një intervistë shumë bukur dhe ke qenë nga personat e pak dhe të rrallë që realisht ke dëgjuar. Në fakt e vërtet ke qenë intervistë shumë edhe ke dalë shumë mirë. Se po bëjmë qoka, po bëjmë qoka një tjetër. Shiko, për mua ishte domethënë se sepse isha më shumë background, nuk kisha. Edhe isha tek Facebooku Anabelin dhe fakti që më ftove, padyshim më ftove ai programi yt,
pari unë do rrëfesha. Se mua më thonin panele. Fojtë ti me tjerët edhe futesh në panele, jep dhe ti mendimin tënd si gazetar ose kështu, ç'a mendon. Hyrjen ma bëre ashtu siç po the sot, që isha kritike, por unë pasoj rrëfeva për babin, për familjen dhe unë ndjeva shumë e vlerësuar edhe se neve të media s'po na dhe mikrofonin më flasim 4 orë, kupton për veten, është smundje kjo. Por unë ndjeva e vlerësuar që dikush po pyeste diçka më shumë, që unë kisha edhe diçka më shumë për të dhënë ose për treguar. Edhe më pëlqeu ajo dhe e kam parë edhe ja 2 herë atë intervistën, se më pëlqeu dhe vetja. Më vazhdo më pëlqen vetja, aty jam shumë e mirë me një fustan të bardhë. S'po them markën, po ishte shumë i bukur. Jam ndjerë e vlerësuar, jam ndjerë gjithmonë e vlerësuar prej teje. Po shumë faleminderit. Si dia këto, nuk I dia këto episode që ti mendoje. Un kam një detaj që do ta them, që kjo në fakt është mesazh për ata që me që ti ke këtë mundohesh të frymëzosh të rinj, një gjë që unë kam pas bër, kam hequr dorë se shumë e lotshme. Bravo të qoftë që e vazhdon. Do them një detaj që ti mbase se marr mend. Në një nga telefonatat, se njerëzit nuk e dinë që ne komunikojmë me voice të gjata. Pim kafe, nuk se dhe unë as nuk pi kafe dhe nuk I kam qef kafet. Shumë e çuditshme. Ti më the mua që do investohem, më the mua tani, pra që do të thot kur do një njeriu diçka. Ti ke pasur Instagram jo të fort, jo të madh. Dhe më the kote për provokim, mbase po bega që po e tregoj se është bisedë shumë, po s'është një gjë e madhe. Po s'ka problem fare. Më the mua që tani do investohem te Instagrami im, them. Do e bëj Instagramin tim të fuqishëm. Dhe dje po e shija që ti ke shkruajt me 100, ke shkruar. Pra, ti zgjodhet mos ishe fare, vendose ti të ishe dhe fillove bëje ca video në makinë që flisjen. Jam gati mos jem prapë, që të them. Po bravo, jo pra. Pra do të thot që kur e do diçka dhe kur e di se çfarë ke kapacitet, bëhet. Kjo është tmerrsisht shumë e rëndësishme. Në një kohë kaosi ku mendojmë që gjithë dinë gjitha, në fakt e vetme gjë që duhet dim është të njohim veten. Të njohim veten se shumë e rëndësishme. Nuk dua të bëj si peshkop, si prift që jep mend, po është shumë e rëndësishme sepse me bombardimin që kemi të informacionit, jo më kote lidha, ti e di ku e ke, ti e di si ta kthesh vëmendjen këty. Nëse dikush tjetër e di që se kthen do të vëmendjen, mos e kthe vëmendjen, valla shko ku dëgjon, bëu rektor në universitetin në Sapienza, po bëj diçka tjetër. Pra, është shumë e rëndësishme të njohim veten, se është krijuar një iluzion, se edhe filmi e ka element shumë të rëndësishëm. Është krijuar një iluzion që të gjithë mund t'i arrijnë të gjitha, që të gjithë mund t'i kenë të gjitha. Jo, Turi nuk e bën dot XZ, Dalina nuk bën dot XZ. Ama Turi po të piqet fort, ta shoj veten pasqyr, e di se çfarë bën. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe pastaj bëhet shumë e thjeshtë të arrish gjërat që do. Me pak e thjesht s'është, duhet luftë e tjerë. Pra ti me një gjë kaq banale që të përmenda unë ty, që është ti dua ta bëj Instagramin dhe tani e dim këta që marrin vesh nga Instagrami, ka thënë që nuk është më e thjesht të rritet Instagrami të rrës se algoritmi i deshë. Ti e ktheve në krye të 6-7 muajve dhe ti e gjithë kishte në një funksion se do bëja andalen e tjera. Pra, po ti një veten. Kështu që gjithë njerëzit duhet njohin veten, me që jemi te Koltuku. le të ulen te Koltuku vet atje të njohin veten, shumë e rëndësishme. Dhe marr nga ty son këtu ta mbyll me vete, ta mbyll me ty. Gjithë eksperjenca jote është realisht është për tu lavduar dhe fakti që nuk je vetëm që ke punuar që 20 vjeç edhe ke qenë kërkues, atë gjë që ule përsërita vetëm që ta dëgjojnë edhe të tjerë, se sa mirë është ti jesh kërkues edhe të këmbgulesh. Unë nga eksperienca ime si shefe, unë dashuroj çdo njeri që më i bie derësi me 30 herë. Në fundit të s'kam një respekt jashtëzakonshëm për njerëzit që interesohen vetëm për punë. Sado po më morën ty të mëngjesit, domethënë edhe Genci atëre që përshëndes Gec Dulakun, pavarësisht se ty mos ke menduar 20 vjet që shikon ndoshta unë po bezdis ose do më ashtu kurr për punë, është vlerësimi më i madh. Ato të jepin edhe bash mundësi të kanë dhënë, domethënë sepse ke qenë aty që ke këmbgulur. Jo, asnjë pjesëmarrje jam shumë dhe e dyta që është shumë e rëndësishme që sot mund të bësh film, nesër mund të bësh nuk e di politik, se ke qenë për shkenca politike. Ashtu ajo ka qenë plani dikur. Shkon, nuk është ke gjithmonë ke qenë edhe në ekran, ke pasur edhe një kështu. Nuk e pas portret showbizit tamam, të them të drejtën. Se kam. Se ke portret kështu tamam, siç e ke projektuar veten, si sipërmarrës ke projekt. E projekton për sipërmarrës, e projektosh për politik. Unë do votoja për ty në politik për faktin se sa mirë njohësi dhe si ke marrëdhënie me njerëzit dhe kjo nuk ndryshon, është natyra e njeriut, kjo s'ka të ndryshuar. Mbarojmë filmat njerëz me politikë është. Do të fisja mirë se prapë do ishte në politikë. Është art më vete ai. Gjithsesi është edhe rëndësishme pjesa e eksperiencës dhe kultivimit që sapo the për njerëzit që pavarësisht se njerëzit njohin veten, është shumë mirë të kultivojnë veten që
të mund të bëjnë çfarë të duan dhe po ranë në një vend ose të kenë luksin të thonë çohen prap. 5 vjet jam këtu dhe ta gjejnë rrugën për pjesën tjetër. Tash i filmi është me që flasim të këto 20 nëntor është filmi. Jo, si ke vjeçart e filmit, se i pas ke me dekada, me vite të tërë. Jo, për filmin jo, jam i ri për filmin, nuk e di, domethënë varet si do i kem, domethënë si do i kem efektin që do marr feedbackun nga ky i pari, pastaj do shoh, është përgjithësi shumë e madhe filmi. Po. Shiko, duke njohur dhe tipin tim dhe tipin tënd se që kemi pak a shumë, vetë po na thanë neve të dyve që do bësh dyshin dhe treshi do filloj me tani unë them që do ri gjatë në këtë industri. Por me kohën tënde mund ta ndryshosh, jo mund të thashë që bëj të njëjtën gjë ndoshta nga treshi do filloj të kryhet lëkura. Kështu që filmi thjesht do bëhet film edhe unë uroj që të eci sa më mirë. Jam shumë optimiste për Kazermën, që është dhe njerë del në 20 nëntor në gjitha kinematës. Në 20 nëntor në gjitha kinematët ta shihni. Faleminderit. Faleminderit. Ándale.